Festivali i 33 shqiptar në New York, një mbrëmje krenarie kombëtare. Me 25 tetor 2025, Qendra Kulturore Nën Tereza pranë Kishës Zoja e Shkodrës organizoi festivalin 38 shqiptar në Pallatin e Artëve Purchase College në New York, ngjarjen më të madhe kulturore shqiptare në SBA. Mbi 1500 spektatorë, 3500 artistë festuan gjuhën, traditën dhe shpirtin shqiptar në një mbrëmje të mbushur me muzikë, vadhe dhe emocione. Ky festival i themeluar në vitin 1992 nga Dom Rock Mirdika dhe Tonin Miraka është shndruar në një urë mes brezave dhe trojeve shqiptare. Këtë vit energjia e re të rinjve solli një frymë moderne pa humbur autenticitetin. Mbi 100 fëmijë të lindur në Amerikë performuan në kostume kombëtare nga gjithë trevat shqiptare, duke dëshmuar se identiteti shqiptar jeton edhe larg atë dheut. Moderuar nga Albëria Adërgjona dhe Albert Popaj, mbrëmja u ndes nga vallja e Kostarëve, grupi Trugova, Potpuria Raif Hyseni dhe Merita Halilit me studentë e Universitetit Montclair, si dhe interpretimet e Roza Fatit, La Boston, bashkimi dhe grupeve nga Kosova, Malizi, Struga e Detroiti. Në hapje Dom Pjetër Popaj përshëndeti publikun me fjalë frymëzuese: "Kjo mbrëmje nuk do të ekzistonte pa pasionin e artistëve tanë, shumica të lindur këtu që duan të mbeten shqiptar." Drejtori artistik Agim Kola theksoi se festivali është më shumë se art, është një mision për identitetin shqiptar në diasporë, ndërsa Raif Hyseni e quajti ato një moment që forcon kujtesën dhe rrënjët shqiptare në Amerikë. Në drejtimin e doktoresë Elisabeta Peraj dhe Dom Pjetër Popaj, në kontributin e Ndrek Tomaj dhe qindra vullnetarëve, festivali u vlerësua për organizimin profesional. Gazetari Denion Drenika e quajti spektaklin Breselënës të komunitetit shqiptar në SBA. Festivali 38 shqiptar dëshmoi se tradita shqiptare jo vetëm ruhet, por dhe përshtatet me kohën.